keni probleme të natyrave të varësisë nga substancat narkotike? A keni ankth dhe depresion, i cili ju mundon të ballafaqoheni në procesin e rehabilitimit ndaj këtyre substancave? Në spitalin Rezonanca 3, në spitalin për trajtimin e varësive, të gjithë pacientët të cilët pranohen dhe hospitalizohen, niveli i ankthit dhe depresionit bie në një masë të konsiderueshme pas vetëm 2 javësh trajtimi në spitalin tonë. Si psikolog klinik në spitalin për trajtimin e varësive, një pjesë të mirë të punës e bëjmë duke bërë vlerësimin e gjendjes emocionale të pacientëve. Secili pacient që hospitalizohet në spitalin tonë u administrohet një numër i testeve të standardizuara, të cilat bëjnë matjen e niveleve të ankthit dhe të depresionit. Rezultatet tregojnë që niveli i depresionit dhe i ankthit tek shumica dërmuese e këtyre pacientëve është shumë i lartë. Dhe kjo ndoshta nuk është e habitshme nëse krahasojmë se nga po vijnë pacientët, çfarë sfida ata po kanë aktualisht dhe cilat janë vështirësitë e tyre personale, familjare dhe sociale, me të cilat gjendja e tyre emocionale nuk është stabile. Menjëherë pas fillimit të trajtimit dhe pasi të marrim rezultatet e niveleve të larta të ankthit dhe të depresionit, ne bëjmë monitorimin e progresit. Pasi të bëjmë rivlerësimin, shohim rënje të dukshme të niveleve të ankthit dhe të depresionit tek këta pacientë. Kjo vjen si rezultat i teknikave që ne përdorim në spitalin tonë. Ndër teknikat kryesore që ne përdorim në spital janë terapia okupacionale, intervista motivuese, terapia kognitive behaviorale, teknikat e menaxhimit të stresit, trajningu autogjen, intervista klinike strukturuar e tjerë, të cilat e bëjnë të mundur që pacienti të reflekton, të shtjellon mendimet e tij kryesisht negative, si dhe e bën të aftë pacientin të identifikojë burimin e ankthit, stresit dhe të depresionit. Prandaj spitali për trajtimin e varësive Rezonanca 3 ju mundson pacientëve që të fitojnë teknika dhe qasje cilat ata mund të rifillojnë një rrugë për jetën e tyre të ri.